Mes ditën e 25 tetorit 1999, post bloku I forcave speciale në Tropoj, I stacionuar afër varrezave të dëshmorëve, ndalon Salim Ulosmanin. Ai po udhëtonte me autovetur drejt Barancurrit për të shkuar në punë si çdo mëngjes. Ulosmani reagoi fillimisht duke kundërshtuar kontrollin, pasi ishte shoferi I shikut të Tropojës. Por kur hasi në këmbënguljen e specialëve, I lejoi të kontrollonin mjetin. Gjatë kontrollit, përveç armës që kishte me leje, ju gjetën 2 automatik Kalashnikov. Menjëherë u bë shoqërimi I tij në komisariat. Ulosmani tha se ishte I detyruar të lëvizte I armatosur, pasi kishte probleme me hasmërinë. Ky justifikim nuk ia mbushi mendjen nga Malushit, që kërkoi izolimin e shoferit të shikut. Vetëm pak minuta më vonë, Malushin e telefonua në zyrë nga dega e shikut në Kukës dhe nga Tirana, duke I kërkuar ta lironte punonjësin e tyre. Malushi refuzoi ta lironte. Ai deklaroi se nëse njerëzit e shikut lëviznin gjithandej me armë pa leje, kujt do t'i ruhen më parë, shiksave apo atyre që janë në kërkim. Pavarësisht rezistencës së Malushit, prokuroria e Tiranës ndërhyri shumë shpejt dhe e liroi Ulosmanin nga burgu. Qëllimi I Malushit ishte të binte në gjurmët e Jahos, të cilin e kërkonte qysh pas vrasjes së kolonel Jonus Hykës, pasi kishte informacione se ai lëvizte nëpër Tropoj. Ngjarjet që ndodhën disa ditë më vonë I dhanë të drejtë komisarit të Tropojës. Më datë 2 nëntor 98, bashkëshortja e Jaho Ulosmanit lind vajzë. Pas ditën e 4 nëntorit, Salim Ulosmani nxjerr nga spitali nusën e Jahos dhe vajzën e saj për t'i çuar në Bujan. Si Hariqi nuk mbërrin vetëm tek Jaho, por edhe te personat që ishin vënë në kërkim të tij. Sapo morën vesh për lajmin, pjesëtarët e komandos që realizonte goditjet e një pasnjëshme në Tropoj, u vënë në lëvizje për të shfrytëzuar rastin. Ata e dinin se Jaho ndodhej I streuar diku në Tropoj, dhe se ai nuk mund të rrinte pa shkuar në banesën e tij, aq më tepër kur I kishte lindur dhe vajza. Autorët e pritës, mes të cilëve kishte edhe efektiv të forcave speciale, vendosën të presin Jahon pranë kullës së tij, duke u pozicionuar në një shteg nga sipër fshatit. Rruga më e mundshme nga ai mund të hynte në banesë për shkak se në këtë drejtim ai nuk ekspozohej. Të pajisur me armatim, ushqime për disa ditë dhe veshje kamuflazhi, autorët e pritës kanë shfrytëzuar informatorët e tyre për të zbuluar se ç'ndodhte në kullën e Ulosmanëve. Për t'u kamufluar sa më mirë, ata janë ndihmuar dhe nga një pyll I vogël me pemë të larta, që ndodhet 100 metra mbi rrethimin e kullës së Jahos. Gjatë ditës ata kanë vëzhguar në distancë me dylbi të gjitha lëvizjet, ndërsa sapo errej, I afroheshin banesës së braktisur të Haxhi Jakupit, që ndodhej shumë pranë shtegut që pritej të vinte Jaho. Mbrëmjen e 4 nëntorit, Jaho Ulosmani, Fatmir Haklej dhe Sami Kërnaja kanë lëvizur nga banesa e motrës së madhe të Haklejt në Dojan, drejt kullës së Ulosmanëve. Ata I kanë dalë fshatit nga sipër dhe janë afruar kullës duke ecur me distancë nga njëri tjetri, për të mos rënë të tre në prit në të njëjtën kohë. Sapo janë afruar vendit ku ndodhet banesa e braktisur, Jaho, Fatmiri dhe Sami Kërnaja kanë menduar se e kaluan rrezikun dhe u bashkuan me njëri tjetrin. Por pikërisht kur janë afruar kullës, rreth orës 19:15 minuta, ranë viktime një zjarri me armë automatike të hapur nga disa persona që ishin pozicionuar vetëm pak metra larg. Sami Kërnaja gjeti vdekjen e menjëhershme pasi u godit me një plumb në ball, ndërsa Fatmir Haklej u qollua pas shpinë dhe në brinj, pa mundur të reagojë. Jaho Ulosmani ka shpëtuar breshërisë së parë vetëm me 2 plumba. Ai u shtri në tokë dhe ishte I pozicionuar pas një guri. Hapi zjarr në drejtim të autorëve të pritës. Batarët e armëve janë dëgjuar deri në Barancuri. Autorët e pritës janë tërhequr me shpejtësi për të dalë nga zona e ekspozuar e fshatit dhe kanë marrë drejtimin e fshatit Vatoc, për të kaluar më pas urën e Bujanit. Motra e madhe e Haklejve Aishja sapo dëgjoi të shtënat u shqetësua, pasi e dinte që Fatmiri sapo ishte nisur për te Ulosmanët. E shoqëruar dhe nga 2 persona të tjerë, ajo ka marrë shtegun që të nxjerrte kulla e Ulosmanëve.
Në afërsi të fshatit Vatoc ka parë 5 persona të veshur me uniforma ushtarake kamuflazhi dhe me armë në duar duke kaluar një gardh. Pavarësisht faktit se i kanë patur shumë afër, Aishja dhe 2 shoqëruesit e saj nuk mundën të qellonin mbi autorët pasi nuk kishin armë me vete. Kur kanë bërritur në vend ngjarje, ajo ka parë Fatmirin dhe Sami Kërnajën të vrarë, ndërsa Jaho Mulosmani ishte i plagosur. Aishja dhe 2 personat që ishin me të kanë njohur grupin që kishte organizuar pritën, që rezultoi se ishte gati e njëjta dorë si në rastin e minave, duke patur në përbërjen e tij dhe pjesëtar të forcave speciale. Komisar Gani Malushi mbërriti shpejt në vend ngjarje dhe pas hetimeve të para i kërkoi Ministrisë së Rendit të verifikonte vendodhjen e efektiveve të forcave speciale, dhe nëse ata nuk ndodheshin në repart, të bënte arrestimin e tyre. Pavarësisht se informacioni që dha Malushi te shefat e tij ishte i detajuar dhe me emra konkret, askush nuk e vuri ujë në zjarr. Nga provat e shumta materiale të gjetura në vend ngjarje, deklarimet e dëshmitarëve okular dhe ekspertiza balistike, rezultoi se njëra nga armët ishte përdorur dhe në pritën e qafluzhës. Kaq mjaftoi që haklajt të kompletonin skenën e pritës dhe të njoftonin prokurorin për emrat e personave konkret. Pavarësisht provave të shumta dhe dyshimeve për autorët e vrasjes, kjo çështje nuk është gjykuar kurrë dhe aktualisht ndodhet e arkivuar në kartotekën e prokurorisë. Më në fund, pas 7 pritash dhe atentatesh, Fatmir Haklej kishte mbyllur syt për gjithmonë, por lajmi për vrasjen e tij ende nuk besohej nga bashkëpunëtorët. Gjithsesi, këtë radhë autorët e kishin kalkuluar mirë pritën që të mos i shpëtonte më Fatmir Haklej, i cili mori me vete të lashet që u kishte hapur politikanëve të majtë dhe atyre të djathtë. Vrasësit për t'u siguruar se objektivi këtë radhë ishte goditur 100%, dërguan njeriu në tyre një banor i bujën i të interesoi prankullës së Mulosmanëve. Kur u bindën se Fatmir Haklej ishte vrarë, autorët e pritës lëvizën drejt një baze më të sigurt. Pas shumë përpjekjesh ataja dolën mban të realizonin një mision që dukej i pamundur. Njeriu më i fuqishëm i Tropojës, Fatmir Haklej, më në fund kishte vdekur, duke i bërë rivalët e tij të merrnin frymthell. Që nga ky moment ai u kthye gati në një legjend. Historia e përgjakshme e dosjes së Tropojës nuk mori fund këtu. Ajo vazhdoi sërish me një numër të madh viktimash në rritje. Por tani kishte dalë nga skena një nga protagonistët kryesor duke prishur ndjeshje me kuilibrin mes palëve të përfshira në këtë konflikt.